Kandidati socialist Damian Gjiknuri është takuar me banorë të Sherishtës, babicës së vogël dhe babicës së madhe, duke shprehur mirënjohje për pjesëmarrjen masive në këtë takim. Gjiknuri pohoi se në 11 maj të gjithë kanë një motiv shumë të fortë për të votuar për Partinë Socialiste. Partia Socialiste në Vlorë ka bërë shumë punë të mira. Vlora është qyteti që po transformohet më shumë dhe kjo e ka një emër, Qeveria e Partisë Socialiste. Gjiknuri theksoi se zhvillimi që po pëson në BMC Vlora do të ndikojë edhe në zonat shumë pranë saj, siç janë njësitë administrative. Do të ketë më shumë ekonomi për gjithë zonën, dhe gjithë ata që merren me aktivitete nga më ndryshme do kenë më shumë interes dhe më shumë punë për të bërë, dhe më shumë të ardhur. Kjo është zinxhir ekonomik. Kjo ardhur në ekonomi do të sjellë më shumë të ardhur edhe për bashkinë, se për shkak të turizmit dhe taksave të ndërtimit. Më shumë ndërhyrje në fshat për kanalizime, për rrugë, për drejtim publik, gjëra që ju i keni të domosdoshme. Referuar kandidaturës së tij, Gjiknuri theksoi se nuk garon thjesht për të marrë një mandat, por kërkon mbështetjen masive të banorëve për modelin politik që përfaqëson, në mënyrë që të jetë një zë i fortë për adresimin e problematikave të komunitetit drejt zgjidhjes. Gazetarja Ahmataj e cilësoi Gjiknurin si kandidatin që ofron garanci në fjalën që jep pasi e ka faktuar me punë për kushtimin e tij ndaj qytetarëve të Vlorës dhe banorëve të njësive administrative. Në plan personal, unë kandidoj si deputet listë e hapur, kam qenë një nga figurat dhe jam të rëndësishme të Partisë Socialiste. Jam njëri që kam drejtuar qarkun e Vlorës me një model caktuar politik, ka qenë model gjithëpërfshirës, kam ditur të ruaj ca standarde, të faktohem si karakter dhe si lider në këtë qark për të dhënë rezultat, por mbi të gjitha dhe për të integruar nevojat e komunitetit. Unë tashmë nuk garoj thjesht të marr një mandat. Unë kërkoj mbështetjen masive të qytetarëve për modelin politik që përfaqësoja. Nëse marr shumicën dhe në këtë njësinë tuaj, unë t'ju përfaqësoj dhe për problemet që ju keni dhe për nevojat që keni, do të jetë një zë më i fuqishëm se sa unë dhe një mendje më e zonja për të adresuar problemet që ka Vlora në përgjithësi dhe sidomos edhe njësia juaj administrative. Do doja edhe një votë si Damian atje, me emrin tim, për të më dhënë peshën e mjaftueshme politike për të qenë jo vetëm zë që bërtas, po çelës për të hapur dyrë edhe për zgjidhur probleme. Një zë i fortë dhe njohës i problemeve mund të ndikojë shumë mirë në bashki për prioritet në investimeve dhe në qeveri për të bërë sa më shumë projekte që përfshin edhe njësinë tuaj. Kur shkoni te fleta votimit, keni një zgjedhje optimale për interesin tuaj me provë. Lezeca ime, pra Damiani do të thotë që edhe unë jam për kërkesën që bën Damiani për ta mbështetur ata. E kemi një njeri në krah të Damianit, do të jemi edhe unë këtu ma premtoj, do të jemi një zë i cili do të trokas tek fjala e Damianit.